Zef Çukaj dhe Simon Çukaj prej ditësh janë rikthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia, vende ku jetojnë e punojnë. Për ta, Oboti, vendlindja mbetet dëshira më e madhe për të jetuar. Përfundoi jeta jona, nuk mund ta zgjejmë atë që kena kalu. Unë jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York. Për moshën që kam, unë s'kam ne të ardhur prej Amerikës. Kanë shkuar në emigrim pas gjysmë shekulli jetë, ndaj edhe nostalgjia për vendin ku rritën është e madhe. Kam nostalgji, po kam dëshirë më të madhe të jetoj këtu. Për vendlindje mu më mërmolli shumë. Se tha që dhe ma parë, nana në plan parë që të ka bo krytin, po është dhe vendlinja e dyta. Që unë një herë në vjetë, pata s'pata mundësi, kam dëshirë me arë me e kujtu. Teksa janë rikthyer për qëndruar disa ditë, ata ndeshen me Obotin e shpopulluar. S'ka ma bukur. Kam nostalgji, po kam dëshirë më të madhe të jetoj këtu. Vetë familja. Po çdo fshatra që shifet në Shqipni, kanë braktisë, kanë ikne për botë, janë t'i mojtë botën, jo Shqipnin. Pranvera duket më e bukur në Obot. Rikthimi i emigrantëve ka hijeshuar zonën, por siç thonë edhe vetë të mushuarit, ky fshat mbetet pengu më i madh që kanë në jetë.